Sot kemi një mysafir interesant, me një temë interesante, që vije nga turizmi, ta themi. Me mua në studio Muamer Hasani, drejtori i shoqatës Guidex të Kosovës. Muamer, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Kënaqësi është me qenë në studio të radios. Faleminderit shumë, Muamer. Në dukje të parë, kur njerëzit të shohin, kur njerëzit të njohin, se shka një përshtypje lumë ky për punën që bën. Kështu edhe unë tash në fillim të parë. Ke rënë në Grack. Kam rënë në Grack. Nuk e di, në dukje është atraktive, është interesante të bësh një punë, domethënë gjatë gjithë kohës me shumë atrakcion, me njerëz të ndryshëm, gjithmonë të ndryshëm. Nuk është shumë rutinore, pavarësisht që vendet e Kosovës janë po të njëjtat. Si është një ditë e guidës turistike? Faleminderit. Me qenë se gjitha këto që ndrojnë, se është interesant, mirë po ka dhe përgjegjësi. Në thonë, zakonisht farë kur flasim për profesionin tonë, zakonisht përmendem vetëm ato farë, nëse më i me thonë plusat, se takosh me njerëz të ri, shoqëri të reja, tregime të reja, eksperienca të reja, që është e vërtet prapa ajo që ndron, mirë po ka edhe përgjegjësi. Ka përgjegjësi duke fillu prej mënyrës se si bëhet prezantimi i Kosovës. Sepse njerëzit që vinë në Kosovë paraprakisht e kanë një farë informate e jo domosdoshmërisht e kanë të duhurën ose e kanë ato që është zyrtare, edhe është detyra jonja për me tregu se si është jeta në Kosovë, çka ka në Kosovë, cili ka qenë përjetimi jon gjatë viteve të 90-ta, lufta e fundit, edhe sot se si jetohet në Kosovë. Sepse tek e fundit ajo është arsyeja pse vinë në Kosovë. Ashtu duhet të jesh edhe historikisht i saktë. Absolutisht. Të paktën bile historikisht duhet me qenë shumë i saktë. Mundesh me qenë, ndoshta nuk mundesh me u pajtu, ndoshta tek shija e ndonjë ushqimi ose ndonjë pijes, mirë po kur jam puna tek faktet e historike duhet me qenë kogja i saktë edhe i përpjek sepse njerëzit që vinë në Kosovë mund me pas edhe jo munden, po edhe kanë informata të gabuara. Muamer, kur është formuar kjo shoqata Guidex? Faleminderit shumë. Shoqata Guidex është formuar në fund të vitit 2018. Pastaj e ka pas një gomë gjanë të aktivitetesh 2019, 2020 ka qenë Covidi, 2019 Guidexi ka arrit me u antarësu edhe në FEC, në Federatën Evropiane të Asociacionit të Guidave Kulturore, pastaj në vitin 2024 një me antarësu edhe në WFTJ, që është Federata Botërore e Asociacionit të Guidave Kulturore. Edhe këtu duhet me cek, për shembull, kur jemi antarësu në Federatën Botërore, në takimin që kemi pas në Sirakus në Itali, sepse prapë e lidhi, të gjithë mendojmë se na kënaqemi, mirë po kur kemi shku në Itali në takimin vjetor me gjithë antarët e WFTJ, në ditën e parë kur kemi zbrit në aeroport, kur e kemi shpalos flamurin e Kosovës, ka pas reagim prej fqinjve tonë nga Serbia. Edhe kanë kërku që në ditën e parë me majt një takim të jashtëzakonshëm me antarët me bordin e WFTJ, me thonë për me përjashtu Kosovën prej këtij takimi edhe sepse për herë parë ne po marrim pjesë, edhe na ishim të ngazulluar, të gëzuar që flamuri nuk duhet përdorur si identifikim paktën kur sigurisë. Apo vetëm pas antarësimit në FEC, kemi arrit me antarësu edhe në WFTJ, është një arritën e jonja, është një arritën e Kosovës, po duke thonë që është punë turizme dhe nuk është që ndoshta ndoj kujt kish mujt me i pengu se diçka mirë, po ja që domethënë në ditën e parë, hala pa e hekat pluhnin e aeroplanit, nëse më thonë kushtimisht, domethënë është ngrit çështja e antarësimit edhe pjesëmarrjes së Kosovës në atakim. Dhe pas antarësimit të gjërat kanë filluar të bëhen pak më të lehta. Absolutisht, mirë po domethënë ne kemi arrit domethënë që me antarësu Kosovën në WFTJ, edhe ne kemi shumë raporte të mira, qoftë me FEC-un edhe qoftë me WFTJ, mirë po domethënë që sa e ndihshme dhe sa sensitive mund të më qenë edhe në fushën e turizmit, që ndoshta tani edhe nuk është që zonë e far privilegju ose që është ndonjë far prej prioriteteve domethënë të shtetit tonë. Paktën kështu ka qenë, sepse edhe ligji i turizmit është miratuar në vitin 2022. Domethënë para shumë e vonë.
Muamer, Kosova është një vend atraktiv për shtrirjen gjeografike që ka, thyrjet e saj, për kulturën që ka trashëgu, për monumentet e kultit, domethënë kishat, xhamit, manastiret, edhe për shumë çka, Brezovicën, mos flas për bjeshkët e Nemuna, Radovcin, gjëra tjera, por ka brenda më shumë se kaq, për shembull, ardhja e turistëve tuaj nganjëherë vinë edhe në mënyrë të organizuar, mund të jetë staf akademikësh, shkencëtarësh, po mund të jetë edhe stafi njerëzve entuziastë që vinë ta vizitojnë Kosovën. Sa jeni të përgatitur me broshura, me gjëra propagandistike, se po fillon të qeshësh, e di që nuk janë, apo janë minimalisht, sa duhet t'i bësh ti, ose grupi entuziastit të rive. Na fol pak më gjërësisht, Muamer. Gjitha këto, po qeshi fatkeqësisht prej zorit, sepse kur vjen tek temat e tilla është çalojm, thon shqip, çalojm sepse nëse veç don me hy me gje diçka për Kosovën, do thon dosh me kalu një 3-4 filtera për më ardh deri tek një informacion i Kosovës. Sepse sa herë që për ndonjë informacion të Kosovës, zakonisht serbët, në këtë rast Serbia, mos thom serbët se është gabim, kërkoj falje, do thon Serbia është goxha aktive, shumë aktive në kuptimin e platformave digjitale. Nëse hyn në Wikipedia, do thonë e ki gjithmonë domethënë ndërhyrjet që bëhen tek historiku i Kosovës. Edhe kur hyn në për platforma, ne kemi një web faqe, kemi edhe një faqe në Facebook, edhe sa herë që postojmë ndonjë prej monumenteve, qoftë ndonjë pejkalave ose ku ta dijune për Kosovën, do thonë duhet me net koxha të përgatitur një orë ose dy, domethënë për komenteve, edhe për reviewjeve që i morëm prej një grupi caktuar, domethënë. Po për shembull grupet e caktuara që tash vinë edhe në mënyrë, domethënë janë staf më i përgatitur, janë shkencëtarë. Sa i përket profilit të njerëzve të cilët e vizitojnë Kosovën, domethënë vinë prej profesorëve universitar, Oxford, Cambridge, ku ta dijune deri tek domethënë tek turistët e thjeshtë që vetëm dojnë me pa diçka të ndryshme. Mirë po, domethënë kur vjen puna tek broshurat, tek ajo çalojm shumë. Domethënë gjendja turizmit sa i përket kësaj pjese është çalojm jo vetëm tek promovimi i Kosovës, që pothuajse nuk ekziston fare. Do të ka po shumë pak nëse krahason me Shqipërinë, nëse krahason me Maqedoninë, ose nëse krahason e mos flasim për Kroaci, ku ta dinë që ka një industri të tonë të turizmit dhe të promovimit. Në këtë drejtim ne çalojm jo shumë, po super shumë, nëse muj me shtu këtë fa prefiksin super shumë. Pastaj ne kemi problemin e çalojm edhe tek zbatimi i ligjit. Për shembull, njëri prej problemeve më të mëdha që ne kemi si guidex, po edhe si guida apo si udhërfyes turistik, sepse me ligjin e turizmit në Kosovë ne emërtimi Cicerone dhe i guidës është bë udhërfyes turistik, do thonë në baza ditore ne kemi me dhjetra guida turistike të huaja të cilët veprojnë në Kosovë legalisht. Do thonë në studion ku jemi tani të RTK-s, 2 metra e gjysmë, domethënë nëse veç e hapëm perdën, ata po presin. Domethënë ka guida maqedone, dita që cilët vinë në baza ditore dhe shpjegojnë historikën e Kosovës. Kanë filluar edhe nga Polonia, kemi edhe nga Kina, kemi edhe nga Turqia, domethënë gjitha këto. Kush i kontrollon këto? Po në kushte normale duhet të ishte inspektorati i punës. Edhe nuk domethënë si mund të prezantohet Kosova, domethënë në mënyra të ndryshme, varësisht ajo mbetet në mëshirën. Kjo është e dhimbshme, mama. Është e dhimbshme, përveç se ne dëmtohemi ekonomikisht si guida turistike, dëmtohet edhe vetë imazhi, dëmtohet edhe historia e Kosovës. Po historia e saj. Historia e Kosovës pastaj mbetet në mëshirën e guidave, të cilët varësisht për disponimit apo varësisht për bindjeve të tij ose të saj personale politike, e tregon. Ka raste kur Kosovën e paraqesin si një territor të kontestuar midis Serbisë dhe Kosovës, domethënë si një diçka. Tregimet të cilat pastaj ndëgjohen prej guidave të huaja janë midis tragjiko-komikës. Ka pasur raste kur është gabu objekti, për shembull kur është dërgu në vend të muzeut etnologjik, është dërgu me një objekt tjetër. Ka pasur raste kur ngrohtoria Termokosi
apo qynga o gjoku i Termokosit është prezentuar si një statuje e lirisë, si një përmendore e lirisë. Pastaj mos flasëm kur përmendet se Kosova është një koloni e Amerikës ose diçka e tillë. Domethënë këtë varet, domethënë prej disponimit apo prej bindjeve personale të guidës cili vjen në Nga Kosovë. cilat vende më shumë vinë turistët, Muamer? Sipas statistikave të fundit, domethënë të 2024-s, nëse nuk gaboj, duhet prap me shiku sepse jam bo gati 6 muaj se veç kaloj gjysa vitit, kështu sa për një informat. Jo nga Gjermania. Ka nga Gjermania, ka nga Zvicra, po ka edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka nga Turqia, kogja shumë, ka edhe nga Holanda edhe vende tjera. Po këtë vit ka fillu, duke fillu prej vitit të kalum, po edhe këtë vit ka shumë interesime dhe ka shumë vizita prej vendeve të lindjes së largët. Do thonë ka nga Japonia, ka nga Tajvani, ka nga Kina, ka nga Hong Kongu, bile në bazë ditore prap nga këtu mundeni me i pa grupe të cilët Po se shohim prej këto. tek biblioteka dhe tek katedralja të cilët vinë me vizitu. Po kur duan të vizitojnë, për shembull ata e bëhet vizita nga ajo çfarë ata kërkojnë të vizitojnë, apo nga ajo që ju e keni në program? Dhe kur është fjala për objektet e kultit më intereson se ju do të shkoni edhe të vizitoni manastiret. Në këtë rast kjo është shumë e thjeshtë. Ne jemi halk e industrisë të turizmit, mirë po ne vetëm e zbatojmë ato se çfarë tur operatorët apo agjencionet turistike e përcaktojnë. Ashtu. Domethënë grupi përcaktohet, itinerari përcaktohet nga tur operatori, kontaktohemi ne, edhe ne vetëm e zbatojmë agjendën apo itinerarin që ata e kanë përcaktuar. Domethënë Prishtinë zakonisht bëhet biblioteka kombëtare, është katedrala Nëna Teres, vazhdohet tek Newborni, vazhdohet për tek parlamenti, sheshi Skënderbej, xhamia e Çarshis, përmendorja, mundet me qenë xhamia e madhe, Saat Kulla dhe Muzeu Etnologjik. Zakonisht kjo është ajo se çfarë përmban pakoja e vizitës kulturore turistike në Prishtinë. Ne nuk është që kemi ndërhyrje, domethënë ne vetëm e marrim agjendën, e marrim itinerarin edhe e zbatoni atë. Çfarë gjuhë përdorni, Muamer? Kryesisht është gjuha angleze. Mirë po ka kërkesë të mëdha edhe në gjuhën gjermane, ka edhe atë në italiane, ka edhe në franceze, por kryesisht është në angleze. Domethënë kur vjen puna në Kosovë, kryesisht është gjuha angleze. A ka interesim prej tyre, për shembull, se ata do dalin me përshtypje më pas? Për diçka, për ndonjë fjalë të vjetër që dëgjojnë, të kërkojnë pak më thellë, për shembull, për lulen e Bozhurit, nëse e shohin ose Absolutisht. Mirë po, nëse veç dikush e pyet për lulen e Bozhurit, domethënë ai ka informata pak më të thella, pak më detajume, edhe për betejën e Kosovës, edhe për legjendën e Bozhurit, domethënë ka pyetje të tilla. Mirë po është për një grupi më caktuar të vizitorëve. Ajo se çka i bën përshtypje, për shembull është që rinia, po të njëjtën kohë që pothuajse të gjithë në Kosovë e flasin nga një gjuhë të dytë ose të tretë. Po. Edhe zakonisht u themi që zakonisht në disa programe kanë edhe kohë të lirë, o kanë një orë të lirë në Prishtinë. Edhe kur kthehen kështu të mahnitën kuptimin që, do thonë, nuk kanë pas probleme komuniku, kudo që kanë shkuar se me këdo që ndoshta janë takuar. Si popull që jemi mikpritës në tonën, ta them kështu. Jemi mikpritës në tonën, po sigurisht që këtu do duhet një dorë profesionale, të paktën ti po e prezanton Kosovën dhe shtetet e tjera gjatë gjithë vitit punojnë për një sezon, për shembull vendet bregdetare, ndërsa Kosova ka turizmin, në gjitha stinët. Edhe di, a? Sakt, po është tani dimrit më pak. Dimnet është më pak, po ka dhe dimnit, me qenë se këtu do të me bisedu më shumë me guidat malore, sepse edhe turizmi malor është një prej industrive kogja kështu. Bile ata i kanë punë shumë më mirë se sa ne. Janë më të organizuar. Janë më të organizuar, kanë ture, kanë pako, do thonë janë kogja më të organizuar dhe janë më të suksesshëm ndoshta në ato përmeshit produktet e tyre. Ne këto çalojmë sepse prap, domethënë ne kemi konkurrencë jo legale.
Edhe në mal është pak problemet bëtu dikush konkurrencë ilegale kur je diku ndoshta një 3000 metra atje është pak ma problem. Do thonë ne kemi çështën tek konkurrenca ilegale që Muamer, po përpiqem për një kohë të shkurtë, kam shumë pyetje. A bëni pak më atrakttive kështu edhe bisedën e komunikimit me ndonjë dozë humori, sa është e rëndësishme ajo. Absolutisht. Bile në këtë zanatin tonë kjo quhet si infotation, do të thonë informat dhe entertainment. Do të thonë është informat edhe është pak argëtim. Sepse njerëzit kanë ardhur në Kosovë. E lodhshme. Absolutisht, sepse njerëzit kanë kursuar gjatë gjithë vitit për me i shpenzu të kursuarit, do të thonë tollat e tyre, për me u kënaq. Po. Do të thonë që është e domosdoshme që me i tregu pak edhe jetën, edhe stilin e jetesës, po njëjtën kohë do të thonë me tregu ndonjë batutë ose ndonjë diçka çfarë. Për ta bërë atraktive. Sa është e rëndësishme më siguria? Siguria është shumë e rëndësishme, po në këtë rast faleminderit që e hape këtë temë, sepse është njëna prej temave që pyetet zakonisht, po që turistët që vinë në para se të vinë sigurisht e mësojnë për këtë. Edhe zakonisht para se me ardh lexojnë, zakonisht edhe konsultohen, kur po them konsultohen, hin lexojnë në për ambasadave, në ambasadat e vendeve të cilët vinë, të cilët e kanë zakonisht edhe rekomandimet ose reviewjet për Kosovën. Për shembull, nëse vjen prej Britanisë së Madhe, hyn në ambasadën e Britanisë së Madhe dhe mundesh me i pasë në çfarë zone kanë fut Kosovën për shkaqe të sigurisë. Kur vjen puna, këti kanë dilemat për sigurinë në Kosovë, mirë po çfarë duhet prej neve është vetëm me i mbajt 20 minuta në Prishtinë ose në Kosovë. Edhe shohin që për 20 minuta absolutisht janë shumë të sigurt. Bile janë më të sigurt se sa prej vendeve të cilët ata vijnë. Edhe tash është bërë më e lehtë sepse zakonisht përmendet edhe hulumtimi që është bërë pe Gallupit, nëse nuk gaboj, ku Kosova vendoset një ndër 10 vendet më të sigurta në kjo bile pak të një lajm i mirë. Është një lajm i mirë, për shembull është Kosova, është Singapuri, Katari, Zvicra, thonë këto janë pe vendeve më të sigurta. Edhe hiç pa hulumtim, momentin, domethënë kur në Kosovë ose në Prishtinë ose në Prizren, brenda 20 minuta, 10 minuta e shohin që nuk ka të bëjë diçka, domethënë që mundesh që është ndonjë liria e lëvizjes është e dashur. Liria e lëvizjes ose diçka nuk është një far situate kështu pak acaruese që ndoshta njeriu mos e nin vetëm pak më të rrezikum. Ka pas ose kur kanë ardhur mysafirët edhe kur kem zbrit prej autobusit tek Newborni, instinkti i parë ose gjesti i parë që kanë kap çantat. Edhe i kanë vendos përpara kështu në xhok që për me pas me qenë më të sigurt. Si qëndron puna më me ushqimin, për shembull, a ju pëlqen aty në menyja e restoraneve tona? A ka ndonjë preferencë? Për 2-13 vite që e bëj këtë zanat, kur nuk ka ndodhur me uanku dikush në ushqimet tona. Domethënë, përkundazi ju anku në madhsinë sasinë, do të thonë në porcione të cilat ju vjen, që zakonisht tepron, edhe na zakonisht ju them në kulturën tonë nuk bën me lënë, domethënë do me kërkojnë flin mamer. Kanë gjithsesi. Si ja shpjegoj. E kërkojnë flin, e kërkojnë burekun, qoftet, çebapat, ku ta di, domethënë gjitha zakonisht njëna prej batutave është nëse je vegetarian je vend gabum. Nëse je vegetarian atëherë dosh me ndru këtë farë itinerari. Ju lën shumë përshtypje, po edhe mënyra domethënë se si bëhet shërbimi, që zakonisht janë shumë efektive dhe shumë efikase dhe shumë të shpejtë. Edhe çmimi ju bën kogja përshtypje, sepse në krahasim me vendet e tjera që janë me një industri turizmit kogja të çmimet janë para mendo vitin e kaluar kam pasur që gjermanët filluan me anku për çmime. Vërtet? Edhe do të thonë thash kjo blasfemi. Sigurisht. Një gjerman me anku për çmime është. Atë nëse edhe gjermanët fillojnë me anku atëre ku po mbesim ne. Do të thonë që çmimet në Kosovë është një prej vendeve më të lirë. Edhe zaten kjo është e bu Kosovën shumë më si destinacion pak më të kërkuar, domethënë sepse është një vend në Evropë i çliruar para 25 viteve. Ka një histori interesante. Edhe hajde të shohim çka ka me ofru. Është interesant, ka rekomandime, ka review-ja të mira, edhe është lirë.
edhe bingo, Ashtu. përshtypjet cilët vinë në Kosovë, në 99% të rasteve janë domethënë pozitive. Këtu ka faj dhe Shqipëria, sepse Shqipëria, po them kushtimisht faj Shqipëria, sepse njerëzit cilët e vizitojnë në Shqipëri, që është sot njëna prej top destinacioneve turistike jo në Evropë, po dhe në botë bile, domethënë ja shohim hajrin, sepse njerëzit që shkojnë në Shqipëri qëndrojnë ja 10 ditë, po i teprojnë ati ndoshta IT ose asoj edhe një 2-3 ditë, thotë pse jo? Pse jo domethënë të vizitojmë edhe Kosovën. Se kështu po vizitohen atje edhe qytetet, domethënë shkon e viziton Thetin, ai zbret në Shkodër. Shkodrën, Tiranën, dita e 7-8, Kosova, pse jo? Domethënë që është edhe efekti i Shqipërisë në këtë drejtim, sepse zakonisht njerëzit ose grupet që vinë në Ballkanin perëndimor, nuk është që vinë vetëm për Maqedoninë, nuk është që vinë vetëm për Kosovën, nuk është që vinë vetëm për Malin e Zi ose diçka. Ka raste, po në shumicën e rasteve janë përjashtime. Domethënë shumicën e rasteve është një pako e grupeve turistike të cilët vinë e vizitojnë, po them, Shqipërinë, Maqedoninë, Kosovën, Malin e Zi, ndoshta edhe Greqinë. Domethënë, mirë po janë trolla ato raste ku vjen dikush vetëm për Kosovë ose vetëm për sigurisht, sidomos për shembull kur vin vinë absolutisht, sidomos grupet që vinë pe Azisë së largët, në pelindjes së largët, domethënë vetëm u them ata i kanë gati 2 ditë. Edhe normal që ata nuk vinë këtu për me qëndru 2-3 ditë. Sigurisht. Domethënë ata vinë, turet zakonisht ju zgjasin afro 20 ditë. Domethënë kanë fillojnë domethënë muj me fillu prej nëse e kanë Ballkan ose nëse e kanë Evropën, po sido që tjetër domethënë janë zakonisht ture që përfshin 2, 3, 4, 5 shtete. Përderisa ty jashtë po të pret atje grupi, do doja edhe një pyetje më merr. Ki diçka të bukur të tresht nga historia jote? Ka plot. Ka plot. Ka plot bile në këtë zanatin tonë, këtë farë profesionin tonë që e du shumë. Një pyetje që të ka po dikush, diçka që s'ke ditë që shmu gjetë. Ka pyetje, ka komente, ka raste ku ki profesor të Cambridge-it, ki raste ku ki profesor të Oxfordit, ki raste ku ka qenë në Kosovë viteve 80-ta, ki raste ku kam pas rastin me qenë në shoqërimin e njerëzve cilët kanë qenë në aeroplanin e parë, që kanë qenë si turist në Shqipëri. Edhe që kanë bu fotografi, edhe që t'japin informata të dorës të parë. Sepse ai e ka përcjell, domethënë periudhë pas periudhe. Periudhë pas periudhë, domethënë. Do t'i shoh, do ta bëj diferencën. Njëra prej që më ka mbet përshtypje është në vitin 2016 ose 17 kur pat fillu tema demarkacionit, edhe ka qenë një profesor edhe prej Britanisë së Madhe. Edhe në ture pa thonë që për herë të parë në Kosovë kam qenë në vitin 1969, edhe kem kalu prej Malit të Zi, sepse profesori ka qenë doktor i historisë së artit, edhe kanë kalu prej Malit të Zi në Kosovë përmes Qakorit. Domethënë tha kemi kalu prej Malit të Zi në Qakor në Kosovë. Domethënë unë s'pa pat fillu tema e Qakorit, unë vetë me veti shumë bukur. Do të thonë po e sigurt që Qakori atëherë ishte do të thonë që ata nuk po e thua ti, po e thot ai. E pa thonë profesori. Ka qenë doktor me temën arti i vikingëve në Dru. Para mendo. Kur fillu me bisedu për historikën e Kosovës, për betejën e Kosovës, kur fillum për mbretërinë e serbe, profesorit të dash mi azgjat mikrofonin. Po sigurisht mi azgjat mikrofonin. Edhe me thonë, ju e keni rastin, unë e kom nderin për me marrë shënime. Shumë e bukur, Mamer. Dhe me thonë që ata që të vinë, ka plot raste që vinë, që kanë qenë ambasador, ish ambasador në përvendet të ndryshme të ish shteteve të Jugoslavisë, që ka qenë, ndoshta ka qenë ambasador viteve 80 ose 90 në Serbi ose në Malzi ose diçka. Edhe informata cilat ai ose ajo i ka për raporte diplomatike, politike, ekonomike, prap ja zgjat mikrofonin edhe merr shënime. Domethënë është zanat, është profesion, është koxha do të më qenë i motën se çapo flet. Sigurisht. Se ne e kemi ndoshta fatkeqësisht kanë ja them hajt se mirë është se smirët vesh po ju. Varet edhe kush vjen. Edhe kush vjen. Po kur nuk mirë po kur nuk e din kush është. Po. Jo sepse nuk është
sepse nuk është ai ose ajo që thot unë po. kam që ju absolutisht. Do thonë këto e thot vetëm ndoshta kur e merr çfarë lirin për me një moment caktuar të qëndrimit ose të muhabetit me thonë unë jam kështu. Po se kjo gjë është atë kështu. Se kjo gjë është diçka tjetër. Përndryshe nuk është që vjen, do të thonë, në ditën e parë, në takimin e parë me thonë se unë kam qenë këshilltar ose ku ta di. Sigurisht. Muamer, kam fillu me thirr, çka ki me bosat? Tash kur të më dëgjojnë kolegë, ata kanë me buzëqesh sepse është e njëjtë. Domethënë, në zanatin tonë, në profesionin tonë, ditët janë të njëjta, fytyrat janë ndryshme. Ka njerë mund me ndodhë që fytyrat janë të njëjta për 2-3 ditë, po mund me që një javë ditë i ki fytyrat e ndryshme. Prishtina është sot, edhe në Prishtinë njëjtë. Domethënë filloi Po na si sigurisht takimi. nuk ke se si ti Nga njerë ndodh me ndryshu vend takimi, mund me qenë tek Grandi, mund me qenë tek Katedralja. Po varsisht në varet ajon tash edhe pidho këto farë himtat e zanatit, varsisht ajo në autobus apo ajo me një minibus, edhe ajo determinon se kjo është problem shumë i madh në Prishtinë sepse nuk ka një vend ku mundesh ti me u parku, paktën për derisa zbresin mysafirët ose turistët. Edhe një të shkurt, edhe të këto vende turistike, për shembull jashtë Prishtinës, nëpër Kosovë, ta vizitosh një vend, duhesh me kalu në për restoran, duhesh me kalu në për, e di që ekzistojnë ato, sa janë, domethënë mikpritës ata mikpritës janë, nëse ulesh, nëse nuk ulesh, nuk është s'kan çka bojnë atë fakt sepse ajo është domethënë prunë e Kosovës. Mirë po domethënë nganjëherë turistët dëshirojnë me ul, po ndonjëherë koha nuk mjafton. Koha pikërisht, sepse nganjëherë të përshën tur operatorët fusin shumë pika ndalesës, nuk i vend ku nuk i kopër me undal, kështu që nganjëherë den edhe me nështë edhe më mirë dikun që nuk hyn. Definitivisht. Definitivisht më mirë që nuk hyn, po din nganjëherë me u shkaktu do far situata jo të sepse gjithkohë është mirëmbajtje e duhur, sidomos Sakt. Dikun edhe uji mungon, Mungon uji, mungon pastërtia, mirë po zakonisht në shumicën e rasteve shumë asi, po për vetë faktin pse kalon anjë nuk ndalesh është një farë situate e pakëndshme. Po aty veç që ul kryt ose unë vazhdoj ta lakmoj punën tënde Muamer. Me gjithë sfidat që paske më vjen shumë mirë që le kohën tënde të çmuar edhe erdhe këtu për të na është nashësi edhe për mbështetjen edhe për hapësirën që na japni sepse një mend punën që e bojnë ana shumë e rëndësishme, jo vetëm për ne, po është edhe për Kosovën, për imazhin, për PR-in, për Kosovën. Mbasi kjo është më e rëndësishme. Sepse Kosova, ata çka dinë për Kosovën është zakonisht 98-a, 99-a, bombardimet, lufta, shlirimet, pamjet e refugjatëve dhe ku ta dijune. Domethënë në ato sepse ne ndonjëherë jemi të vetmit që ata kanë një kontakt me dikon prej Kosovës. Bravo, po. Domethënë ku çfarë kontakti tjetër nuk kanë. Vinë me ne, domethënë ne jemi ai kontakti, pyetjet, ato dilemat, kurreshtin që kanë për Kosovën, të vetmit që kanë jemi ne. Për çata ato çfarë bëjmë ne është shumë e rëndësishme. Muamer kur e ke kohën pak më të lirë. Dimnit. Dimnit. Do të jesh i ftuar i special i emisionit tim. Do të flasim në mënyrë më të zgjeruar për gjithë problematikat, për të arriturat. Besoj që nuk do të shkojnë vesh të shurdhët gjithë këto që thatë, sepse prezantimi i një vendi nuk është vetëm nga puna politikisht sa ti je i fuqishëm, sa reflekton, po edhe pjesa se sa prezanton vendin tënd. Absolutisht. Unë gjithmonë them që jam shumë krenar, jo vetëm unë, po me gjithë kolegët tonë. Do thonë në Gajdex që e bëjmë, në punën që e bëjmë është shumë e rëndësishme. S'po them tash s'po du me hyn ata me bë patetik me thonë është e shenjtë se diçka mirë, po punën që ne e bëjmë është ekstremisht është shumë e rëndësishme. Ka edhe tri këto në këtë. Ka edhe tri, edhe sidomos domethënë duke e ditë pozicionin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, edhe dilemat, edhe pyetjet, edhe domethënë sepse ne kemi raste kanë filluar me ardhmë musafirë edhe pe Greqisë, kanë filluar me ardhmë musafirë edhe pe Rumanisë, me filluar edhe pe Maqedonisë, me ardhmë edhe pe Spanjës. Edhe ne e dimi domethënë qëndrimin e këtyre shteteve karshi Kosovës. Edhe është shumë e rëndësishme që aty ne ti je fytyra e parë që atyre
edhe ai ndoshta kur vjen ka raste që ai pret pejtë me qenë ku ta dijun me qenë pak ma i vrasht ose ma i egur ose ku s'guxojnë me dal gratë ose ku s'guxojnë me dal, domethënë ka edhe paragjykime të tilla. Sigurisht. Edhe ka pas raste, këto ndoshta për edicionin tjetër që kemi pas, domethënë ka pas raste që më kanë kërku falje. Ma vonë domethënë kur jam kthyr më kanë dërguar email dhe kanë kërku falje. Prandaj është edhe kjo nuk është vetëm te unë që të ndodh, ka ndodhur te shumë kolegë tjerë, domethënë që kanë thonë po vjen keq, po vjen marrë me thonë ato çka ku menu, po s'kam çfarë pa tregu edhe kërkoj falje. Veç shëno atje te review te. Absolutisht. Ma merr më vjen shumë mirë që ju e prezantoni në mënyrë kaq të denjësishme dhe kaq bukur Kosovën. Uroj që ta kesh ekipin e zgjeruar. Uroj punë të palodhshme këtu, e shoh që e bën me shumë vullnet, me shumë dëshirë, dashamirësi. Është shumë e rëndësishme kur prezanton. Shumë faleminderit, ishte një kënaqësi. Më gjërë. Më gjërë, definitivisht. Një ditë këndshme sot. Prej tetorit, nëntorit, s'ka problem. Shumë faleminderit.